Data 17 shkurt është një fest për të gjithë shqiptarët kudo ku ata jetojnë. Shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 ishte një fitore e madhe e shqiptarëve të cilët kishin sakrifikuar jetën për të arritur deri në këtë ditë. Dhe e gjithë kjo fest është shoqëruar me një thënie heroike të popullit. Është shoqëruar me thënien e legjendarit Adem Jashari, Bac u kry. Kosova është vendi i fundit që fitoi mbretësinë nga Federata Jugoslave dhe është shteti më i ri në botë. Në vitin 1990 Kosova u shpall republik dhe në vitin 1991 shteti i pavarur, mirë po, nuk u arriti të jetësonte pavarësinë e vet në rrethanat e pushtimit ushtarak serb që zgjati plot një dekadë, nga viti 1989 deri në 1999. Qëndresa paqësore mbar popullore, lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ndërhyrja ajrore e NATO-s në pranverë të vitit 1999 i dhan fund genocidit të Serbisë mbi popullatën shqiptare të Kosovës. Trupat e NATO-s hynë në Kosovë në qershor të vitit 99, ndërsa po largohej ushtria serbe dhe Kosova më pas u administrua nga një mision i Kombeve të Bashkuara deri në vitin 2008. Në qershor të vitit 1999 u arrit marrëveshja Kumanovës për tërheqjen e forcave serbe dhe hyrjen e forcave të NATO-s në Kosovë. Po ashtu u kaluan në Këshill të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara rezoluta 1244 që formalisht e mbajti Kosovën nën sovranitetin e Jugosllavisë, por nën administrimin ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara. Rindërtimi i pjesëshëm i Kosovës u ndihmua nga një mori organizatash ndërkombëtare, të cilat njëherësh ofruan dhe mundësi për punësim për shqiptarët edhe ishte një burim mjetësh financiare. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë filloi punën për vendosjen e sundimit të ligjit dhe për të themeluar institucionet qeverisëse. Në vitin 2001, UNMIK-u kornizon kushtetuese dhe organizoi zgjedhjet e para të lira në historinë e Kosovës, pra në vitin 2001. Për të gjithë shqiptarët, kudo ku janë, 17 shkurti është ditë e njohur në histori, është ditë feste. Ata festojnë shpalljen e pavarësisë së Kosovës, shtetit më të ri, nga çlirimi i Serbisë, pasi ata kryen një genocid në territorin e Kosovës ndaj popullatës shqiptare atje. Jurojmë shqiptarëve kudo ku ata ndodhen, të jeni gjithnjë të bashkuar e të festoni gjithnjë të bashkuar. Në vitin 1568, Perëndëria e Shenjtë Romake pranon t'i paguaj haraç Perëndorisë Osmane kundrejt paqes. Ushtria osmane ishte më e madhja në Evropë në atë kohë. Marina osmane kontrollonte të gjitha rrugët detare të Mesdheut lindor dhe kryeqyteti i saj Stambolli ishte 5 herë më i madh se sa Parisi. Burimet e Perëndërisë Osmane dukeshin pafund. Evropa e krishterë kërkonte me do mos paqe, kundrejt çdo çmimi në të holla. Më 17 shkurt të vitit 1600, filozofi, prifti, kozmologu dhe okulisti italian Giordano Bruno u dogji gjallë në Campo de Fiore në Rom, i akuzuar për herezi nga Kisha Katolike Romake. Ai kishte thënë se universi është i paskajshëm, duke sfiduar madje edhe Kopernikun, sipas të cilit gjithësia kufizohej brenda sistemit ton diellor, mbrapa diellit nuk kishte gjë tjetër. Bruno u dogji gjallë në Turrën e Druve, pas 7 viteve burgimi akuzuar nga Kisha Katolike dhe realizuar nga Inkuizicioni romak për shkak të pasurit të mendimeve të kundërta me besimin katolik. Bruno nga disa shihet si martir i parë i shkencës. Madame Butterfly, një tragjedi japoneze e Puccinit, është ngjitur në teatrin kombëtar të operës së baletit disa herë dhe është dhënë edhe në televizion.
Kjo opera për herë të parë është shfaqur në Milano në vitin 1904, pikërisht më 17 shkurt. Në fakt, midis viteve 1915-1920, këngëtarja më e mirë e njohur e operas në Japoni, Tamaki Miura, fitoi famë ndërkombëtare për shfaqjen e saj si Cio-Cio-san. Statuja e saj së bashku me atë të Puccinit ngrihen në kopshtin Glover në Nagasaki, qytet ku edhe ka ndodhur ngjarja e cila përshkruhet në operan Madame Butterfly. Shtatëmbëdhjetë shkurti është dita e lindjes e këngëtares së mirënjohur nga Kosova, Shyhrete Beluli. Ka nisur të këndojë në një moshë të vogël dhe nuk është ndalur asnjëherë, pavarësisht vështirësive me të cilat është përballur Behluli. Ka vazhduar të këndojë e të pasurojë repertorin me muzikë të mirëfillt popullore e folklorike. Për herë të parë është ngjitur në skenë me këngën Cuca e Maleve në vitin 1974. Duke qenë se duartrokitjet e publikut ishin të mëdha, emocionet e bën Shyhrete Belulin të harronte tekstin. Dhe siç është shprehur vetë këngëtarja, në ato momente ka thënë se nuk do të merret kurrë me muzikë. Por sigurisht më pas ka vazhduar me këngë, albume të shumta dhe koncerte humanitare ku numëron rreth 50 të tilla në të gjitha trojet shqiptare. Gjatë këtyre viteve, ylli i muzikës popullore shqiptare Shyhrete Beluli ka realizuar me qindra bashkëpunime me këngëtarët MNZ të momentit të muzikës popullore. Sot, Shyhrete Beluli feston 65 vjetorin e lindjes. Në vitin 1963, ka lindur basketbollisti profesionist amerikan Michael Jeffrey Jordan. Konsiderohet basketbollisti më i miri të gjitha kohrave. Aftësia e tij në kërcim, e ilustruar nga performancat e tij fantastike, i dhan atij pseudonimet Air Jordan dhe fluturimet e tij. Ai gjithashtu fitoi një reputacion si një nga mbrojtësit më të mirë në basketboll. Disa herë është tërhequr për të rikthyer sërish në sezone të ndryshme dhe me fitore sigurisht në fushën e basketbollit. Të shumta janë çmimet individuale në ekip për ndeshjet më të mira. Është tërhequr nga basketbolli tashmë dhe merret me biznes dhe reklama gjithashtu, duke qenë imazhi i disa kompanive. Më 17 shkurt, Michael Jordan mbush plot 54 vjeç. Në këtë vit, më 17 shkurt ka ndëruar jetë shkrimtari francez Jean-Baptiste Poquelin, ose Molieri. Molieri është një nga figurat më të ndritura të letërsisë botërore që hodhi themelet e komedisë franceze. Jetoi veprimtarinë e vet dramatike në të ashtu quajturin shekull të artë të monarkisë absolute, që shënonte etapën më të lartë të feudalizmit si rend shoqëror dhe fillimin e shpërbërjes së tij. Së bashku me disa dashamirë të vet, formon një trup me 9 aktorë të cilët e quan teatri mbretëror, pikërisht në kohën kur e nderoi emrin dhe u quajt Molière. Ai ushtronte në të njëjtën kohë detyrën si aktor, regjisor, drejtues trupe dhe autor tekstesh. Jeta e tij është e lidhur ngushtë me teatrin. Molieri shprehu nëpërmjet teatrit mendimin e vet për shumë nga problemet kryesore të epokës kur jetoi, si për shembull hipokrizin klerikale dhe shoqërore, degenerimin moral e shpirtëror, kooperacinë, tendencën e një pjese të borgjezisë për të imituar fisnikrin, martesën borgjeze e despotizmin prindëror. Teatri i Molierit është i veçantë, origjinal dhe krejt i ndryshëm nga i bashkëkohësve të vet. Molierin nuk e shqetësonte shumë ideja e respektimit të rregullave të ngurta të klasicizmit. Para së gjithash, ai dëshironte t'i pëlqente publikut edhe për të kjo është rruga dhe rregulli më i madh i të gjitha rregullave.